Një tjetër problematikë infrastrukturore është rikthyer në vëmendje në qytetin e Vlorës. Rruga e njohur si ajo ai ish ushqimores po shfaq sërish dëmtime, duke u kthyer në burim shqetësimi për drejtuesit e automjeteve dhe banorët e zonës. Edhe pse gropat në këtë segment rrugor janë mbushur më parë me asfalt, situata duket se është përkeqësuar sërish. Në sipërfaqen e rrugës janë krijuar deformime të reja, ngritje dhe çarje të asfaltit, të cilat po shkaktojnë vështirësi në qarkullim dhe rrezik potencial për aksidente. Problemi bëhet edhe më i ndjeshëm për drejtuesit që nuk e njohin mirë zonën, të cilët mund të përballen papritur me këto pengesa në rrugë. Dëmtimet janë rikthyer në mënyrë të përsëritur, pavarësisht ndërhyrjeve të mëparshme. Kjo situatë jo vetëm dëmton automjetet, por porit djeshëm edhe rrezikun për aksidente, sidomos gjatorëve të mbrëmjes apo në kushte të këqija atmosferike. Rruga në fjalë është rehabilituar disa vite më parë, por duket se cilësia e punimeve nuk ka qenë në nivelin e duhur për të garantuar qëndrueshmëri afatgjatë. Degradimi i shpejtë i asfaltit ngre pikpyetje mbi standardet e ndjekura gjatë rikonstruksionit dhe mbi mirëmbajtjen e vazhdueshme të këtij segmenti rrugor. Në këto kushte kërkohet ndërhyrje menjëhershme nga institucionet përgjegjëse. Bashkia e Vlorës, së bashku me ndërmarrjen e shërbimeve publike, e cila ka mbikëqyrje mirëmbajtjen dhe riparimin e rrugëve, duhet të ndërhyjnë sa më parë për të parandaluar përkeqësimin e mëtejshëm të situatës. Ndërhyrjet e pjesshme dhe të përkohshme, si mbushja e gropave pa një trajtim të plotë të strukturës së rrugës, shpesh nuk japin rezultat afatgjatë. Ndërkaq, në raste të tilla kryhet një analizë plotë e bazës së rrugës dhe të ndërhyjet në mënyrë më të thelluar për të shmangur rikthimin e problematikave. Ndërkohë, drejtuesit e automjeteve këshillojnë të tregojnë kujdes të shtuar gjatë kalimit në këtë zonë, duke reduktuar shpejtësinë dhe duke qenë të vëmendshëm ndaj dëmtimeve në rrugë. Situata në rrugën e ish ushqimores është një tjetër sinjal për nevojën e një qasjeje më të qëndrueshme në investimente infrastrukturore në vend. Ndërhyrja në kohë jo vetëm që do të përmirësonte qarkullimin, por do të kontribuonte edhe në rritjen e sigurisë rrugore për të gjithë përdoruesit.